Kam reagu mirë kështu, edhe pse ka paragjykime, po dyqysh jam ajo që nuk është që nga njerë të shkatojnë, është më rëndësi të fëmina one. Përshëndetje, unë jam Afrora, jam në klubin e motociklizmit Qika, jam pjesëtare ofër një vete gjys 2. Unë jam e Ferizajt, dhe me thonë krejt Qikat jena prej krejt vendeve të Kosovës, dikush është Mitrovic, Pej, Gjakov, Kaçanik, dhe me thonë vim prej vendeve të ndryshme të Kosovës. Antare e klubit jam që 2 vite. Mas jemi krejt Qika, pse jo mës me bashkëpunu me zvete dhe mës me bëna një klub vetëm Qikat, kështu që ka djem, dhe më tonë ka nevoj Kosova edhe për Qika. Motori jam për momentin është Kawasaki 636, 129 PS i ka. Top speed është 290, po nuk kisha preferu kërkojt me shku deri në top speed, kështu që mirë është me vozit me kujdes, në kujdes të shtruash të mos në komunikacion, në rrugë lokale. Janë tash edhe për këtë arsye janë edhe garat, për mu marrë ma shumë me gara, me procedura. Dashnia për motor nuk është veç me motorit, nuk kam dashni për sportet ekstreme. Tu bazu prej motociklis, Formula nishit, kështu që kum vendos me marrë motoren, me sfidu shumë vetën. Sa i vazhdit që motor? Këti motor, kjo është motori jam i dytë, në fakt unë e kom pas një motor tjetër 250 kubik në fillim, dhe me thonë fillimet e mija, tash e kam që një vetë 636. Sa shpejtësia maksimale që arri që motor, a sa i ka grafën? Afrora, me të pëmenoj ca i kom vozit unë, 280 e kom vozit në fakt, ama nuk e vozit jasë një amë dhe hinat. Fillimisht Qikat jena po krejt në për rrugë, se cilat, adin kërë kena po krejt ashtu kena reaguo që edhe një Qik edhe një Qik, unë fillimisht nuk e kom ditë që është, para se me vendosë për me marrë motorit, s'kom ditë që ka Qika, po u konë një arsye me e fort, një thonë shpe, hej, nuk jam me vetë mja unë, po ka dhe Qika tjera, kështu që kena mundësën neve që me arrit numrin e Qikave në Kosovë që kanë dashnin për motar. Sa qështë për reagoj njerë, që kanë reagoj njerë për kanë pori Qika? Dësë në Ferizaj? Në Ferizaj. Wallahin, kam reagu mirë kështu, edhe pse ka paragjykime, po dyqysh jam ajo që nuk është që nga njerë të shkatojnë, është më rëndësi të fëmina one, kështu që unë i bëjsanë të qka unë e du, në fakt, edhe Qikat janë të reflektu në qatë mënyrë sot, edhe për që ato dita ditësve që edhe përna vinë, përna lajmërojnë shumë Qika që për kanë për një me motorin kështu si përshojnë si pasion edhe si habi. Një mesazh për ata që vozitin veturat me dhonë shenjë, a dhe amën një 10 metra para se me hina për kthesa se ju në moment fundit, me këshyr shumë se del dikush me i prejnë rrugën, edhe pasqyret po. Jënë shumë e rëndësi që dhe me thonë, na kër jemi në motor, dhe të mi bo sytë 4, më kanë shumë vigilantë dhe të fokusu në rrugë, se nuk kem ko as me hangër, as me pi, as me këqyr telefonin, kështu që na e kem veç rrugën që e këqyrëm. Tash na po do të me këqyr edhe për ata. Për diri sa ata e në për telefonat, të edhez na i cigaren, do me thonë vetur, na do me thonë gjithmonë një post nën kontrol ata që mës me shkaktu aksident. Edhe pse na nuk jemi në fajtor, po ka njëherë na dhe mujna me kanë, veç në qëse që jemi shpejt në rrugë lokale, që s'mujna me evidentu ose diçka me manovru, po zakonisht one prej që e vozitim motorin e kum po sa gabime janë në komunikacion. A na halëzën qëfarë thirrje kiti për Qikat cilat nuk kanë vozit motor asnjëherë? S'po foli dhe s'motar, po foli krejt. A cilat janë benefitet pse nuk vozit një motor në Qikë?
me kry punë ma shpejt. Jo, kam motorit të jap atë lirin që s'ta jap kur gjatë tjetër adën. Dyqysh, do me thonë, është që gjenë vetën ta. Në ashta dikujt ja jep lirin qëse që del na herë me lup futbol, volejbol, do me thonë, është këtë ajo që ka ti dënë me bo njëtë, adën. Une kam bërbush për shamull motore dhe motor po vëzitje. Do me thonë, nuk do me thonë i vetëmi është motore, po krej që i ka të ato që dojnë, adën, me pos një motor, thëmë për mësë më dorëzu as një herë, adën, edhe me sfidu vetëm pëse jo, adën, do me thonë sërë që te provën diçka të re, edhe menon që ki frikë, do me thonë te non-stop e qikave, veç ju thëmë, mendimi të tjerve dhe opinioni të tjerve, nuk ka rëndësi, sosa ka rëndësi opinioni jëtë për vetën tone. Kështu që merë me guximin edhe qatë frikë që e kanë për mrena, e luftojnë çdo ditë. Me se cilin sport që do që miren, do me thonë. Na kemi klubin e hapën, kështu që krejt ato që kanë mbi moshës 16 vjetë, prej kategorisë A2 dhe në A të plot, kush është të interesune, mujnë me ardhë, kush do me na u bashkan gjitë. Për çdo ndim edhe për çka do, e kanë me posë gjithmonë mbështetjen tonë, qysh na kanë mbështet edhe Drenica si themelusja e klubit të motociklizmit Qika.